Monika Kryemadhi dha një prononcim pas u njoh me akuzat nga SPAK në përfundim të hetimeve të organit të akuzës. Ajo tha se nuk kishte akuza të reja duke nënvizuar se gjyqi do të realizohet në praninë e medjave. Unë kam fajin që urdhër arestet që kanë ardhur nga Bari për bandën e Durrësit u vonuan nga marsi deri në prill në gjykat. Pra Irena Gjoka ka pas ndikimin tim që i vonoi 2 muaj. Flet arrestet edhe SPAK-u po prap ka pas ndikimin tim që nuk i arrestoj me 7 maj. Është shtimi i akuzës, kështu që kjo pra që unë gjithë proceset që zhvarrisin drejtsinë e vërtet janë asaj. Kjo është e gjitha, domethënë, e para, e dyta u zjatën pak se ishte gjithë këto faqe që ishin për tu firmosur, pra është e njëjta gjë që ka qenë që në tetor, pra që vitin e kaluar në tetor. Besoj që shumë shpejt vazhdojnë akoma janë në proces hetime, besoj që do kemi edhe një thirrje tjetër. Meqense unë erdha sot nuk do vi të hënën e parë të qershorit për të paraqitur, kështu që shifemi në korrik bashk, por mund të shifemi për gjëra të tjera. Dhe ajo që mendoj është tashmë do fillojmë vetëm për një gjë më vjen keq, që sigurisht që kur të fillojë gjyqi, ne do ta bëjmë të hapur, do t'ju ftojmë të gjithë juve që jeni prezent aty. E pyetur nga gazetarët nëse u takuan në ambientit e SPAK me ish bashkëshortin Ilir Meta, Kryemadhi e mohoi duke theksuar se nuk ishin marrë masa për të informuar dhe për të shoqëruar Ilir Metën.